Ju përshëndes, mirë se erdhët. Ndërsa të kursesh është çështje menaxhimi, mundësia apo disipline financiare, të investosh konsiderohet çështje guximi. Si e menaxhojnë shqiptarët paranë, do të ndalemi në pjesën e parë dhe të dytë, ndërsa në pjesën e tretë do të flasim për formalizimin e ekonomisë në Kosovë dhe masat e ndërmarra atje. E fundit ka qenë kufizimi i paras kesh. Kam kënaqësinë që të kem në studio për të diskutuar lidhur me kursimin. Pra nëse ja vlen të kursesh apo të investosh, dua ta nis me qenë se kam për herë të parë në studio, Sabi Osmani, drejtore e Dhomës Ekonomike të Gruas. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që je me ne. Kënaqësia është ime. Po ashtu Blerina Gjyriçi, sipërmarrëse, ekspert ekonomie, se duhet të pozicionojmë edhe në këtë mënyrë. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Po ashtu Polindo Vjerda, nga Qendresa Qytetare, ekspert ekonomie. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi. Përpara se të ndalemi dhe të diskutojmë, nëse kemi mundësi të kursejmë në fund të muajit, se si menaxhojmë paratë e kështu me radhë, të ndalemi tek një kronike përgatitur nga Ledina Elezi, gazetarja e Departamentit të Informacionit në Skan, mbi depozitat e qytetarëve, se si është përndarja e kështu me radhë, dhe rikthehemi në studio. Tirana vijon të kryesojë bindshëm listën e qarqeve me nivelin më të lartë të kursimeve bankare, ndërsa Lezhë, Shkodra, Elbasani dhe Korça mbeten ndër qarqet me depozitat më të ulëta. Të dhënat më të fundit nga Banka e Shqipërisë tregojnë se kursimet janë përqendruar kryesisht në qendrat e mëdha urbane, me diferenca të qarta mes rajoneve. Në të njëjtën kohë ka ndryshuar edhe mënyra se si qytetarët dhe bizneset i mbajnë paratë në banka, me një rritje më të dukshme të depozitave në lek gjatë tremujorit të parë, ndërsa euro vijon të ruaj peshë të konsiderueshme veçanërisht në qarqet me aktivitet më të lartë ekonomik. Qarku i Tiranës mbetet pa konkurrencë në krye të listës së kursimeve. Depozitat në Tiranë arrin në 1 trilion lek, ose pothuajse gjysmën e totalit kombëtar. Krahasuar me fillimin e vitit 2025, Tirana ka shtuar mbi 162 miliard lek depozita, duke pasqyruar përqendrimin e aktivitetit ekonomik, pagave dhe bizneseve. Pas Tiranës, rendit të Durrësi me afro 120 miliard lek depozita, i ndjekur nga Vlora dhe Fieri. Në anën tjetër të tabelës, qarqet me nivelin më të ulët të kursimeve mbeten Lezhë, Shkodra, Elbasani dhe Korça, ku depozitat janë dukshëm më të vogla, duke përjashtuar Korçën dhe Shkodrën, të cilat janë me një rritje të kursimeve në krahasim me tremujorin e parë 2025. Të gjitha qarqet rezultojnë me rënje të depozitave. Sa i përket mënyrës se si mbahen kursimet, monedha e huaj kryesisht euro vijon të ketë peshë të madhe, sidomos në Tiranë, Durrës dhe zona turistike si Vlora. Megjithatë vëret një forcim i depozitave në lek gjatë tremujorit të parë. Në nivel kombëtar, depozitat në lek janë rritur më shpejt se ato në valutë. Një sinjal si qytetarët dhe bizneset po i besojnë më shumë monedhës vendase dhe po shmangin rrezikun e kursit të këmbimit. Rikthehemi. Duke ju referuar edhe raportit të Eurostat lidhur me kursimet, ajo çfarë vjet në duke të paktën në vendet e Bashkimit Evropian, që le të themi niveli i kursimit arrin në 14 deri në 15% mesatarja e të ardhurave që kursehen, lihen më njanë, le të themi në fund të vitit. Ndërkohë që ka vende në të cilat ky nivel është më i lartë, siç ka edhe vende në të cilat ky nivel është më i ulët. Tani në Shqipëri ne si kemi punët me kursimin, gjithmonë duke e parë në raport të ardhurat me shpenzimet. Arrim të kursejmë paktën në këto nivele? Unë po e nis unë. Patjetër. Unë mendoj që duke ju referuar të ardhurave, të cilat kanë, mund të themi, familjet normale, dhe ato familjet të cilat kanë të ardhura mesatare, dhe duke ju referuar dhe çmimeve të cilat pothuajse janë të përballueshme, nëse ne nisim me çmimet e shportës ushqimore, mendoj që përqindja për të kursyer në një familje shqiptare është shumë e vogël. Janë përballueshme, të papërballueshme? Janë të papërballueshme. Janë të përballueshme çmimet. Do ishte gati Kolindo sot të kundërshtonte këtu. Janë të papërballueshme sepse çmimet janë rritur edhe çmimet e qerave, çmimet e blerjes së banesave, ndërkohë rrogat pa diskutim që janë rritur, por nuk është janë rritur me normën e inflacionit që është rritur aktualisht. Që do të thotë, nëse ne marrim një familje e cila ka dy prindër dhe 2 fëmijë dhe ka një rrogë mesatare, nëse ne prapë marrim si referencë rrogën mesatare në Shqipëri, megjithatë personalisht nuk mendoj që rroga mesatare tregon nivelin e ekonomisë së një vendi. Por sepse mund të them që përqindja më e madhe ne kemi dhe pensionistët, të cilët kanë të ardhura shumë të vogla dhe pothuajse është numri më i madh i
i personave në Shqipëri. Po 1/3 popullsisë janë pensionistë, që do të thotë fuqia blerëse. Prandaj, unë e cilësoj që shqiptarët për herën e ndaj 10%, 90%. 90% janë shqiptarë të cilët ndoshta mezi kalojnë muajin, ndërsa 10% që ndoshta janë të gjitha ato statistika, të gjitha ato të dhëna të depozitave të cilët sapo i dëgjuam që e përbëjnë të përqindje të këtyre depozitave. Në fakt, lidhur me ato çfarë të paktën duke e parë gjithmonë në raport me nivelin e kursimit, ndërsa në vendet e Bashkimit Evropian mesatarja është 14 pra deri në 15%, në Shqipëri ajo çfarë apo mënyra se si interpretohet është që niveli i kursimit mund të jetë i lartë. Çështja është që është përqendruar në pak duar. Edhe kronika e vuri në dukje. Edhe jo vetëm në pak duar, por edhe në disa qarqe, në qarqet kryesore. Tiranë Durrës, aty ku është edhe zhvillimi ekonomik dhe bizneset dhe kanë zhvillimin ekonomik më të lartë dhe normalisht i bie që dhe kjo e thellon deri diku hendekun. Ajo që po t'i referohemi edhe shifrave, për shembull, ndalim tek ato që janë të punësuar sot, sipas dhënave të fundit, afër 30% janë të punësuar dhe kanë një pagë deri në pagën minimale. 30% po ashtu janë në këtë fashën e cila është 65 deri në 90.000 lekë, që përkon rrjedhimisht edhe me pagën mesatare, po t'i referohemi dhënave të instatit. Çka tregon se pjesa më e madhe e atyre që janë të punësuar janë në nivele pagash, të cilat duke u referu çmimeve, aq më tepër pastaj Shqipërisë, por edhe po të balim edhe më gjerë, e cila po përballet me krizat një pas njëshme sa i takon ndryshimeve të çmimeve, duke nisur që te lufta në Ukrainë, duke ardhur pastaj tek kushtet në të cilat jemi sot, që po pasohen krizat e çmimeve dhe tregu nuk është stabil dhe çmimet nuk sa arrin një stabilitet të ri, ndodh diçka që e prish këtë stabilitet dhe në kushtet në të cilat ne jemi, ku çmimet po vazhdojnë të rriten, jo me të njëjtin ritëm, por rritet edhe niveli i pagave dhe i të ardhurave, vështirësohet fakti i kursimit. Raportet ndërkombëtare na kanë treguar që në raportin shpenzime të ardhura, shqiptarët renditen në shtetet të cilët janë në kushtin e mbijetesës, ose shumica e popullsisë shqiptare është në kushtet e mbijetesës sa i takon menaxhimit financiar të familjes. Kursejmë, por ndërkohë ka familje të cilat kanë vështirësi për të kaluar. Por duhet ta shohim këtë për të treguar të sinqert, duhet ta shohim këtë në dy aspekte mendoj. Padyshim që jemi në kushte të vështira për të siguruar kursime. Por nga ana tjetër kemi edhe një mentalitet kulturor. Shqiptarët shumë pak shkojnë dhe besojnë tek institucionet financiare. Kjo edhe po ta shikojmë edhe në shifrat të përkthyera, për shembull, dëshira e mirë e tyre ndoshta për të kursyer diçka e mban jashtë institucionit financiar, se sa i drejtohet depozitave. Kjo vjen për disa arsye, kjo jo vetëm për arsye besimi, vjen edhe për arsye mungese informacioni. Mënyrës se si ato i qasen pikërisht këtyre institucioneve, padyshim që ka ndryshuar ndër vite, por po flasim për ato të cilët sot kanë një mundësi apo kanë një kapital për ta kursyer, pra kanë mundësinë për ta kursyer, kemi të bëjmë me breza të cilët janë breza pak më të mëdhenj dhe padyshim këto breza, qasja që kanë patur ndër vite ndaj institucionet financiare ka qenë e këtill. Prandaj duhet parë në të dy këndvështrimet. Që do thotë ka familje të cilat janë në pamundësi për të kursyer, duke qenë se të ardhurat janë të pamjaftueshme, edhe nga ana tjetër ka një lloj stigme, një lloj hezitimi, pasigurie, ndoshta edhe mungesë informacioni, e cila vjen për shumë arsye, për shumë arsye për t'u drejtuar sistemit bankar. Pra për të siguruar, për të ndërtuar pikërisht llogaritë e kursimit, për të ndërtuar depozita pastaj, të cilat, siç e pam, janë të përqendruar në Tiranë, sepse për hir të vërtetës, edhe mënyra e tregut, edhe mënyra se si ne kemi qasur zhvillimin ekonomik të Shqipërisë, shumica e bizneseve sot janë të përqendruar në Tiranë, gjë që ka detyruar dhe popullsinë të përqendrohet, po flasim në Tiranë, Durrës, pra në Shqipërinë e mesme, mund të themi, në këtë fash është e përqendruar shumica e popullsisë për shkak se edhe zhvillimi ekonomik është qasur që të përqendrohet në këto qytete, gjë e cila në një formë apo një tjetër krijon padyshim shanset më të mëdha që këtu të jenë edhe numri më i lartë i depozitave, por edhe numri më i lartë i atyre të cilët edhe individët që mund të krijojnë. Pra, edhe një kontrast në raport me qytetet e tjera. Po sepse kështu, aty nisim nga një diskutimi më hershëm, që është mënyra e zhvillimit ekonomik që ka patur Shqipëria, cila vazhdon të jetë po ashtu e metropolizuar në Tiranë. Edhe përqendruar. Edhe migracioni ka të bëjë shumë, sepse pothuajse të paktën duke i referuar vendeve ose rajonit të Veriut, mund të them që fshatrat pothuajse janë të pabanuara.
emigracioni ka ndikuar, numrit e larguarve ka ndikuar, dhe ata që kanë ngelur kanë migruar në Tiranë. Prandaj dhe Tirana ka dhe përqindje më të lartë të depozitave. Sepse është edhe përqendrimi më i madh. Zhvillimi ekonomik dhe potencialet janë kryesisht në Tiranë. Sepse edhe të gjithë studentët të cilët, nëse i referohemi, të cilët mbarojnë një fakultet, pothuajse 80% ose 90% e tyre tentojnë që të zhvillojnë potencialet të tyre, tentojnë që të zhvillojnë në kryeqytet. Duke qenë që edhe mundësit, megjithatë ka një përqindje shumë të madhe që po tentojnë të ikin edhe jashtë. Në fakt që edhe kjo është një kamban alarmi që duhet trajtuar, se po na ikën truri, por të gjithat tentojnë që se normalisht në për kapitali, kryeqytete, potenciali për të zhvilluar shumë i lartë se sa nëse marrim propojë. Në përrethe. Ajo se çfarë duhet vëritur dhe mendoj që duhet thënë për ekonominë e familjeve shqiptare është investimi edhe ndihma shumë e madhe diasporës. Nëse ne kemi një diasporë fatmirësisht, e cila vazhdon dhe ndihmon familjet që janë këtu, kështu që mos themi vetëm për ato kursime çfarë flasim, një pjesë e këtij kursimi vjen edhe nga diaspora, që po ti marrësh telefon familjet që ka një person jashtë, pyeti kur ka qenë hera e fundit që ke marrë të ardhura është do muaj. Në fakt, kjo 1/3 e popullsisë që sapo e citoi dhe Ada, që janë pensionistët, çdo familje të cilët ka 2 pensionistë është e pamundur që mos të kenë një fëmijë. Sipas të dhënave që kanë dalë paktën vitin e fundit, sa i takon remitancave, shumica e tyre hynë në Shqipëri në rrugë informale. Patjetër. Dhe kjo për shkak edhe të zgjedhjes që bëjnë emigrantët për t'i sjellë në Shqipëri, gjë e cila e vështirëson pastaj matjen e atyre të hyrave të cilat megjithatë është 1 miliard euro edhe në formë formale, që do të thotë është një pjesë e rëndësishme e buxhetit që vjen dhe që janë të reflektuara në jetën e përditshme të familjeve shqiptare, në mënyrën si ne menaxhojmë paranë. Brezi 30+ është duke mbajtur dhe krijuar familjen e vet të vogël, duke suportuar dhe mbajtur prindrit të cilët do kenë arritur moshën e pensionit, me pensionin sado që të rritet pensioni është 220.000 lekë të vjetra, sado që të rritet ai. Pensioni mesatar është 120 euro, pensioni mesatar. Dhe duke mbajtur dhe krijuar dhe veten në të rrogën mesatare që është 800 euro, që duhet flasim që tashmë euro vlen 150 euro më pak se çka vletur për para 4 vitesh, sepse nga rënja dhe ndryshimi shumë i madh i valutës do të thotë që ka ndryshuar dhe kjo. Ndërsa nëse e kthejmë faqen te biznesi se çfarë po ndodh, duke qenë se vije edhe nga kjo fushë dhe prezantoj këto zonja, biznesi është në një fazë struggling gjatë gjithë kohës, duke u mbytur për arsye të shpejtësimit të teknologjisë dhe digitalizimit, gjë që do ta detyrojë biznesin e detyron të ndryshojë dhe të gjitha këto ndryshime janë të përkthyera në kosto. Ne flasim shumë këtu dhe kemi diskutuar pafund për panele televizive antarësimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ne nuk antarësohemi vetëm si qytetarë, ne do antarësohemi bashkë me biznesin e vetë. Këtë histori e ka parë Kroacia dhe unë vazhdoj dhe bëj këtë pyetjen time që ndonjëherë më duket idiotë dhe i them vetë pse e bën këtë pyetje. Ne e pam të gjitha shtetet që u antarësuan para nesh dhe e pam shumë mirë kur ishin pa përgatitura çfarë ndodhi, po me Shqipërinë çfarë po ndodh. Dhe të gjitha këto qoftë një ISO minimaliste që do i duhet 27001 që do i duhet çdo biznesi. Ka një kosto minimumi 2500 euro për të marrë dhe fazë përgatitore. E pastaj për ta mirëmbajtur, kush do i paguaj këto ISO? Kush do jetë, mekanizmi që do ta subvencionojë dhe suportojë biznesin. Bizneset e vogla është e sigurt që do dalin nga tregu, nëse ne nuk diskutohet, por numrin më të madh të biznesit e pavarësisht potencialit ekonomik e zën bizneset e vogla. Sepse është mbi 100.000 numri bizneseve të vogla. Dhe këto biznese nuk është se kanë ndonjë potencial ekonomik lart, por kanë njerëz të punësuar. Ajo që do ndodh, të paktën në parashikimin financiar, është që biznesi duke u referu zinxhirit të çmimit do e pasojë atë, do rrisë çmimin e produktit përfundim. Padyshim do e shkarkojë. Dhe kjo ka ndikuar rrjedhimisht edhe në rritjen një pjesë të rritjes së çmimeve ose po të shohim. Ka edhe spekulim. Pra në emër të gjithë këtyre faktorëve, sa të jashtëm, sa të brendshëm, ka edhe spekulim. Ai diskutimi joni përhershëm që edhe apeli i FMN sot ishte që të monitorohen çmimet. Po një pjesë e mirë e asaj që ne kemi thënë, këto produktet made in Albania, pse nuk janë të krahasueshme me vendet e rajonit dhe dalin me kosto shumë herë më të lartë. Është pikërisht për këtë, ajo çka ne shpeshherë shohim, mungesa e mbështetjes financiare. Po, është rreth vicioze ajo pastaj. Të cilat sillen padyshim dhe produkti përfundimtar që del
duke rritur kosto, arritet edhe çmimi dhe ai fundi që është i prekur i kryesor, ose ai që e pëson kryesori, është qytetari, është konsumatori, është ai i cili është vlerësi fundor. Dhe kjo është ajo pastaj për të cilën detyrimisht ul ato shanset që një familje, qoftë padyshim familjet e reja kanë shumë herë më të vështirë që të përcaktojnë norma kursimi në kushtet në të cilat ndodhemi. Ne dim tani të flasim realitetin e asaj që është një pjesë e mirë e tregut është informal, sa i takon punësimit, pagat variojnë, padyshim ka rregull. Jemi në stade të cilat nëse ne e shohim krahasimisht me një dekadë më parë jemi më mirë, por ne po flasim për problematika të cilat akoma i ka tregu. Pra, po përballja e cila vjen për një pjesë të mirë të atyre të cilët sot dalin qoftë në tregun privat, pagat vazhdojnë të jenë relativisht të ulta, ose janë ato të cilat mund të themi janë përsëri në një treg informal, gjë e cila në fund të ditës ndërton me pak të ardhura në familje. Të deklaruar janë të ulta në fakt, sepse edhe bizneset nuk është se kanë potencialet ekonomike për të deklaruar ashtu siç duan t'i deklarojnë. Dhe kjo ka të bëjë. Patjetër. Kjo është edhe deri diku një lloj justifikimi që s'kan, sepse kështu bivendosen problemet pastaj dhe kreu i shoqatës së vogël të biznesit në fakt jam tërkohës në terren. Dhe unë e shoh që potenciali i tyre financiar ka rënë në mënyrë të jashtëzakonshme. E kemi diskutuar edhe më përpara, fuqia blerëse ka rënë, nuk është se është fuqia blerëse, pavarësisht rritjes çmimeve, pra të bizneset nuk është dëshira e tyre që të deklarojnë sepse duhet patjetër. Por ata janë ato kushte që edhe nëse kanë pasur një nga 3 punëtor, ata i kanë hequr këta punëtor dhe po e mbajnë të gjithë peshen e biznesit, sepse të jetë një sipërmarrës, se sipërmarrës është ai pavarësisht formatit të biznesit, të punoj 14 orë për të një fund muaji, për të marrë një rrogë, ndoshta dhe jo mesatare, do të them që bizneset nuk është se janë në ditët e tyre më të mira. Absolutisht. Përmende përpara se të nisnim transmetimin një raport të Bankës Botërore që tregonte normën e kursimit, ishte një dhënë për Shqipërinë? Po, për Shqipërinë, ishte një dhënë për Shqipërinë për familjet thoshte të cilat kanë një qera ose një kredi për të paguar dhe 2 veta të punësuar me rrogën minimale 800 dhe 850 euro, arrin të kursejnë nga 0 deri në 10%. Kjo në varësi të qeras që paguajnë dhe në varësi të kredit që paguajnë. Duhet të them, ndërsa ata që nuk kanë qera apo kredi, arrin të kursejnë deri në 17%. Problematikat që ndrojnë këtu që, si që thamë dhe përpara, ne është rritur shumë tregu i real estate-it dhe qerat patjetër që janë rritur dhe kanë shkuar në stratosferë në zona periferike të Tiranës. Nuk flasim më të jetojmë të Rruga Kavajës, jo. Flasim të jetojmë në periferi, kalo freskun e Matan. Dhe ndërkohë, për familjet e reja të cilat të gjitha fillojnë në shtëpi me qera, dhe të gjitha ose detyrohen ose marrin një kredi që edhe këtu është shumë e vështirë me rroga dhe me një fëmijë që banka duhet ta kesh një kapital fillestar që duhet jetë 20% minimumi. Dhe tani nga Banka e Shqipërisë në përtakimet që janë bërë, Banka e Shqipërisë vazhdon dhe ngushton dhe reptëson shumë rregullatoret për dhënë kredit, pavarësisht se bankat janë overloaded me gjendje me likuiditet, ato fillojnë dhe shtrëngojnë masat për dhënien e kredive për të pritur sipas tyre në një val të rënjes së tregut edhe në një krizë që kriza tukë ne vazhdojnë të jenë të përditshme. U citua para datës një korrik, para se të hynë në fuqi ligji, se më përpara kreditoheshin shtëpit 100%. Pastaj nxorri Banka e Shqipërisë ishte vjetë, mos ka bërë korrik vjetë. Në një korrik që duhet patjetër që ti të kesh një kapital kufizonte, por në fakt, edhe kjo rregullore që Banka e Shqipërisë aplikoi nuk është se ndikoi te pjesa e rregullimit të çmimeve, përkundrazi, çmimet e real estate vetëm po rriten. Se në fakt duhet të kishte një, ndoshta, nuk mund të them një ulje çmime, se çmimet nuk ulen ndonjëherë në real estate, por të paktën të linte në një vit të drejtë stagnacion. Por në fakt kjo vetëm ndikoi që ato të rriten, që do të thotë kemi një deformim tregu. Dhe të ardhurat nuk janë. Ajo është temë vetëm me mënyrë dhe do të diskutojmë shumë më gjerë sepse tregu i real estate-it brenda tij ka dhe atë pjesën informale që vazhdon akoma. Ne duhet shohim kush janë format e financimit të këtyre të ardhurave. Keshi jo vetëm vitin e fundit, po ta shohim të raportuara në shifra zyrtare janë 4.8 miliard euro, të cilat janë veprime të cilat janë kryer brenda tregut
financiar në Shqipëri, prandaj në të tilla kushte 60% mbulohet nga sektori bankar, pjesa tjetër janë prandaj pagesa kesh. Në të tilla kushte ne diskutimi merr nuanca normal shumë tjera, po të rrim vetëm tek qerat mendoj mjaftueshëm është për të kuptuar se si sot është funksionon tregu. Vetëm në vitin e fundit kemi rritje me 25 deri në 30% të çmimit të qerave, pra e njëjta shtëpi, e njëjta banesë më e konsumuar, më në një farë forme kushton 20% më shumë. Shifra këto të cilat një formë apo një tjetër nuk përkthehen në rritjen e pagave dhe nuk përkthehen në rritjen një lloj rritje është drejt, që do të thotë është drejt me rritjen e çmimeve. Tani mendoni që ka ende nga ata të cilët edhe duke pasur parasysh këto informalitetin, këto problemet, faktin që krahas të ardhurave që vijnë nga paga apo të ardhurat që sigurohen nga biznesi e kështu me radhë, janë edhe remitancat një zë shumë i rëndësishëm. Mendoni që ka ende nga ata të cilët i ruajnë parat në shtëpi, ishte ajo një herë një kohë poshtë në krevat. Poshtë shekut. Ka që i ruajnë, por nuk e kanë mindset, konceptin që ti investojnë diçka, por i ruajnë. Është edhe vështirë të investosh. Kjo është pyetja tjetër. Kjo është pyetja tjetër që do ta diskutojmë në pjesën e dytë. Pra, nëse ne arrim të kursehemi, ishte ajo çfarë diskutuam në pjesën e dytë, në pjesën e parë, në pjesën e dytë do ndalemi nëse i kemi kursyer a heqim një fond emergjence që na duhet për nevojat caktuara dhe pjesën tjetër e investojmë për të rritur kapitalin e kështu me radhë, kemi ne këtë qasje, këtë mendësi, ka publicitet deri kthehemi.